Sot muslimanët në të gjithë botën festojnë Kurban Bajramin, festa e dytë më e rëndësishme në botën islame pas Fitër Bajramit. Në fakt, e njëjtja kulmon jo vetëm me ritin e Kurbanit, por edhe me fundin e pelegrinazhit në Mekë të Arabi Saudite. Tani është koha e fillimit të një rruge të re. Bashkë me vizitorët e Qabes edhe miliona besimtarë të tjerë në shtëpitë e tyre, kujtojnë në mënyrë madhështore Zotin e Madhërisëm. Enkeleta Matraku tregon për rrugën e saj në Haxh dhe për jetimet që i ka shumë të freskëta. Kam qenë 20 vjeç kur Zoti më bëris që të shkoja. Ka qenë një ditë shumë e lumtur për mua si çdo besimtar musliman. Aty më kujtuan gjithçka, historitë, gjithë ato pjesë që unë kam studiuar të fesë islame, unë i përjetova. Më bë si një film, gjithçka ishte e mrekullueshme dhe gjëja e parë e cila vërtet më ka prekur dhe më ka emocionuar ka qenë kur unë kam zbritur në Mekën e Shenjtë. Vërtet ka qenë një përjetim që vetëm ai besimtar i cili beson thellë në shpirt tek Allahu i lartë mëdhëruar ka të ndjenjë dhe jo vetëm kaq, po dashuria për atë vend akoma e kam ndjenjë që ta rishikoj dhe ta përjetoj një moment. Ai ritual për mua vërtet ka sjell shumë gjëra të vërtetshme në zemrën time. Një ndër to që nuk do ta harroj kurrë, ndjesia ime dhe lutja drejt për drejt Zotit tim lart në qiell ishte e papërshkrueshme. Është e rëndësishme sepse ajo është një pjesë shumë kryesore, është ndër pesë shtyllat bazë të fesë islame, të cilat mbahet fort kjo fe. Besimtarët falin namazin e Bajramit, therin kurban me shpresë që edhe ata t'i përfshijë mëshira dhe begatia hyjnore. Therja e kurbanit simbolizon normalisht duke kthyer historisë, sepse të bukurën e kemi të shkruar në Kur'an që historia e Ibrahimit, i cili urdhërua të flionte djalin e tij Ismailin, por përveç se kjo luan një simbolik shumë të madhe, që ne si njerëz do të flijojmë çdo gjë nga vetja jon vetëm për të arritur qëllimet e larta, drejt natyrshmërisë që Zoti e solli njeriu mbi tokë. Pas namazit, amvisat kujdesen që të përgatisin tavolinën e Bajramit, të cilën Enkeleta preferon ta ndërthurë me traditën çame. Timet janë të ndryshme realisht, sepse varet nga krahina të cilët besimtarët musliman ndodhen, por ato më të përgjithshmet janë byreku me peta të pjekura, janë për shembull gjuveçi që thon krahini çamris, orizin me bërtav me mishin e dashit, por edhe baklava që është tradicionale e kësaj feste. Duke kthyer këtë traditat tona shqiptare nga krahina çamris, nëse do të flas, ne gatuajmë një gatim me mishin e korbanit, pasi e kemi therrur, një pjesë është shpërndar tek nevojtarët, tek familjarët, këtë farefisi duke bashkuar se ky është qëllimi të bashkohemi bashk. Dhe është një gjuveç që quajmë ne, domethënë mish e korbanit me oriz e bërë në tavë, dhe kjo ka karakteristikën që ulet në mes të tavolinës dhe gjithë secili familjar shpërndahet pjesëzat të korbanit. Për besimtarët musliman, sot është festa e robërisë përballë Zotit dhe rilindjes së njeriut. Është festë e faljes dhe falënderimit.